Tani, sot janë fëmijët, ju keni 5 fëmijë, 2 vajza dhe 3 djemë, 3 njak. 3 njak i kam pa. Me jetë të gjatë. Më trego pak si janë ata, qysh janë raportet e tu, me 3 njakët a ka qenë vështirë me i menagju në fillim? Për shoqen ka qenë më vështirë se për mu kur shumë e letë. A, për ty e letë, se si paske... Baba kur nuk është më mirët shoqe me ta nona tyne, edhe është unë si fëmi, unë si kur i martu, kur nuk këmë thonë, inshallah së falë zoti fëmi, po s'kum pas qef. Inshallah binesh nuk kam se gjithë, jo i nati, mas tam po s'kum pas shumë qef me pas. Edhe, kur më lindën mu, mas pari vojza ma dhe tani vojza dyte, mas vojza dyte, po ta dhe 3 djemë, po është mrekulli. Asë njëri nuk jep mine vetë, edhe 1 edhe 5, mi pas edhe 500, nuk e jep. Po i kanë tiporet ndryshme shumë interesant. Unë ju në rësh, një unë ju në rësh, tjetër në rësh. Një babë dhe një noni ka rritë. Një kulturë që ato që i këna ditë në mjo dhonë, një u kemë dhonë. Po janë kretë në rësh, kretë tiporet ndryshme. Një u ma i dhemë shumë, një u ma i urtë, një u ma pishpirik, bo me dasht, ma shumë kretë në dhe në vetë. Për mu... Apo, pëse kështu a i ke pyt në e herë, pëse... Po, shpesh i pës, pëse? Po ti e në rësh, po ti del, që mërë del, po një më babë. Po me nësi kam vajzat prej meje më shumë tani. Apo, je ma i lidhur me vajzat? Po se, vajzën e modhe kam martu me në Zvicër, edhe me ato jam konë shumë i lidhën si ta ma në shok. Gjdo sane kom do me ta. Vajzat dytë, është tani, mëropa vajzët 5 vjetë mëropa. Edhe, ka me thonë, është mirë, 5 fëmijë janë shumë mirë edhe në mërgëllush me i përshëndes gjithë. Edhe fëmijët e botës i përshëndes. E vërtet. Frasim këtu për vajzën, kemi hullumtu pak edhe kemi gjetë një, se nuk e di, nuk e pas kemi këtu sot, po ajo të kishe shkrujt një në Facebook, nëse s'ka poj, që është një se gjithë jetën për gjithë shka që ke bo për to, pavarësisht kushteve edhe të vështira ndo njëherë, po gjithmonë ke arrit që mos mua aprish qepin edhe mua asiguru gjitha ato që ju kanë dashtë. Cilat kanë qenë këto kushtet ma të vështira, ose sakrificat ma të ndoja që i ke bu për rritjen e të? Po me i shkollu 5 fëmi, për e suare e këtë Prishtinë, unë mëne që është ka gjo problem. Janë vajza më dhe për fat, ka studiu në UP, psikologjin klinike, është magjistre psikologjin klinike, po është martu vjetë. Që aty më ka këput një damar pa. Kure përcolle për në Zvicër? Kure përcolla shtire. Nuk e kom provu. Kretë kanë me provu ranë kër ta martën, inshallah ki vajzë, edhe e provon, inshallah, nëse s'ki, inshallah ta falë zoti. E shë është një pjesë që të këputën, një pjesë e shpirtit, se është konë shumë e lëndë me mu. Në vitin 2013, më zgaboju, ne kom hupe dhe zonin kretë komplet, të më në komujt me knu një vjetë heqë, për arsye që u dashke me punu pa tjetër, marrë shadarë së nuk më interesoj kësa të pagun veç, apo thirë po. O së më ka interesu qmimi, a vjen po. Ta një së një përfundajshna. Edhe u dashke me punu, me shkollu se vështirë, 5 fëmijë është. Për që ndodhe me zonin? Për që autobus është. Po kom kënu ma thepër se që duhet, tani në tashi lodho, flej, që u lodho, flej, këno ditën, këno notën, nuk banë. Që pra unë pramë ku kënu të notën dhe këgjo e ka prej zonin, se lodha që realisht. I duhet pushem edhe zonin. Na korrekt gusht që ato i kem nga rkese që të jo për mëzarë me bodi, shka për mi e tu 10 mujtë tjerë. Sa shpesh për shkon sot e vajza në Zvicër? Me thot drejt me kolegë shpesh kum kënu në Zvicër në Gjermani edhe kum shku shpesh. Po, tani kur po dalë për keqë, ma mirë e boj një malë 6 mujë mësë me shku, mësë me po heqë, se me shku edhe me orë dhe kur pelon po mëllime se edhe pse është fantazi është me një vanë shumë mirë, e ka njësë punës që tash, edhe kalon ku ama nëshë. Po nuk ka me në gjasë, 5-6 më shkruun, mirë me në gjasë babë, su që unë heret, edhe nuk ka shansë me ronë gjonë pa më notën e mirë babë. Djemë jo fort, ja, që të ka edhe pështi shkon flenë. E po, që është lidhja mes vajzave edhe babalarve, po dhe sidomos larkësia e bën të vetën. Unë se kom dash gurbetin kur. A të ka shku me ndja ndoj herë me... I kam letra gjermone që 10 vjetë falë vaznive mi kanë bon dhe mi kanë mojt, edhe i kom ka dhu që alqetirëtimin e gjermanve që, se nuk vi kur,
me punu kur se kur, po dhe me jetu alama kur. Pse, ja vajzë me shku jashtë, se kumë prit, mirë po, fatë mirësisht me një familje, pikërisht në Sopi, edhe janë njerës shumë të kulturum, shumë, që i përshëndes ata gërbëgjit, gjithë gërbëgjit, jo është të vajzës time, edhe vllaznit edhe, do vllazën shqiptar, që është jashtë, Kosovët i përshëndese, falë t'yne na jetojmë këtë gjë mirë. Si Sale, unë uroj që ti ta kesh shëndetin pikës pari, edhe familja po ashtu, sepse e di që në muajt e ardhshëm është pak ma e ngarkume si periudhë, për juve shtohen ka më shumë edhe dasma dhe evente tjera që ju këndoni, i keni edhe ditën edhe natën, si shte edhe ti veç, që ruaje